Po sa kam hapur derën, në ato momente kam dëgjuar një shpërthim, një detonim dhe kam filluar gjujtjet në drejtim të pozicioneve tona. Gjatë sulmit të datës 23 dhe 24, mes datës 23 dhe 24 shtator, dëmtimet e mia kanë qenë në lidhje me gjatë tërheqjes së rështerit Frimbonjaku, tashmë herojit Kosovës, për shkak sulmeve që janë bërë nga grupi që ne jemi sulmuar në atë kohë. Ne kemi kryer ndrimin në ora 2 të natës, të datës 24 shtator. Dhe gjatë kthimit për në bazën e kushtovës të Vllahis, posa kemi hyrë në fshatin Banjska, tek ura ku hyn në fshat, sepse ekziston rruga kryesore që të shpihen drejt në izvor, dhe nga pjesa jonë që ktheheshmi nga izvori, në mes të fshatit gjendet një urë ku shpihen drejtim të fshatit në brendësi. Dhe aty kemi vërejtur se janë të parkuar 2 kamion që bënin blokimin e hyrjes në fshat. Dhe për një moment kemi njoftuar dhomën komanduese dhe kemi informuar se në urën e fshatit Banjska gjenden 2 kamion cilë të blokojnë rrugën për hyrjen të fshatit. Gjatë atij kontrollimit kam vërejtur se kamioni i cili ishte më afër rrugës e kishte derën hapur, ndërsa kamioni në brendësi të fshatit, më brenda urës, më brenda fshatit, ai nuk e kishte derën hapur, ishte i mbyllur. Dhe njëkohësisht kamionët nuk kishin tabela të regjistrimit. Dhe për një moment neve na ka lind dyshimi se aty ka të bëjë me një diçka që nuk është e zakontë. Por edhe njëkohësisht edhe kemi pasur dyshim që mund të jetë edhe nga kontrabandistë, cilët gjatë gjithë asaj kohe kanë bërë gjëra të tilla. Kamionët kanë qenë të parkuar në mënyrë diagonale, do të thonë njëri pak më para, tjetri pak më mbrapa. Por ka qenë e bllokuar rruga mirë që mos të mund të deportohet me automjete në brendësi të fshatit. Na është thonë që të presim aty, sepse do të vi një patroll tjetër nga stacioni policor i Zveçanit, që të ne asistoj neve dhe të na ndihmoj të largojmë kamionët nga rruga. Dhe pas një kohe, dikun mund të jem jo i saktë me kohën, për arsye se nuk kemi pasur aty të matmi, po mund të them që përafërsisht 20 apo 30 minuta ka rritur patrolla nga stacioni policor i Zveçanit, kanë ardhur me 2 vetura, njëra vetur ka qenë Toyota, njëra ka qenë Shkoda, dhe 3 pjesëtar nga stacioni policor i Zveçanit janë ardhur në drejtim timin, ku unë isha aty afër kamionëve, ndërsa 2 të tjerë unë dalën në një distancë më të largë nga kamionat, dikun edhe ato mund të them 20 apo 30 metra nga vendi ku ishin kamionat të parkuar. Dhe 2 pjesëtar tjerë ishin dalur tek automjetet ata ku i kishin dalur automjetet, ku i kishin parkuar. Në atë moment, unë doja që ta identifikoja se cili nga ta ishte udhëhec i ekipes që ishte ardhur ndihmë na. Dhe në ato momente, më është afruar, unë jam udhëhec i patrollës, atë ishte rështer Frimbonjaku. Njëri nga pjesëtarët, stacionit policor të Zveçanit, erdhi me mua, ai u ndal tek kamioni i cili ishte më jashtë rrugës, më jashtë urës, dhe ku ishte dera hapur, ndërsa unë u futa në fëllësi të kamionit tjetër dhe jam hyp në kamion e kam qel derën. Po sa kam hapur derën, në ato momente kam dëgjuar një shpërthim, një detonim dhe kam filluar gjujtjet në drejtim të pozicioneve tona.